Dhe krejt ata të cilët janë për tagutin dhe mbrojtjen e tagutit e kanë hukmin e tagutit. Allah subhanahu wa taala walladhina kafaru yujahiduna fi sabilit tagut. Ka thënë Allah, ata të cilët kanë bërë kufër luftojnë në rrugën e tagutit. Ka thënë inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Vërtet faraoni dhe Hamani dhe ushtria aty në dyve, vërtet faraoni, Hamani dhe ushtria aty në dyve ishin gabim qëllimt. Allah subhanahu wa taala nuk e ka nda faraonin për ushtrisë tina, as Hamanin për faraonit dhe ushtrisë tina. Ushtrisë tina dhe faraonit dhe Hamanit ja ka dhënë një rregull. Kjo është rregull shariatit, është tekst. Dalja dhe ndarja mes tagutit dhe ushtrisë që e mbron tagutin, jo ki ka tjetër hukum, e ki ka tjetër hukum, kjo është vepër e shpikun. Kjo rregull nuk ka ekzistuar te selefi. Kur nuk ekziston librat e selefit, se selefi ka nda mes Ebu Gjehlit dhe ushtrisë tina. As mes Muselem e Kedhabit dhe ushtrisë tina. Ai që lufton për Muselem e Kedhabin, për Muselem e Rëncakun që kanë qujtë sahabët, është një ajt mësi Muselem e Rëncaku. Ai që lufton për shkaun, është e ka hukmin e shkaut. Ai që lufton për mushrikin, e ka hukmin e mushrikit.